Dhe tani është momenti të shkojmë tek parashikimi i motit. Do të shohim së pari se si do t'jetë situata e motit në kryeqytet. Jemi përgatitur që ditën e djeshme për këtë diellin i cili do t'jetë sot përgjatë gjithë ditës në Tiranë, me temperatura që sot do të shkojnë nga 10 gradë në orët e para të ditës në 21 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Ditën e nesërme do të ketë edhe pak re fatkeqësisht, po më besoj që kjo nuk do t'ju ndikojë tek humori, për sa kohë do të vijojë dielli dhe temperaturat do të mbeten të qëndrueshme, me temperaturën minimale 12 gradë Celsius në orët e para të ditës dhe temperaturën më të lartë që do të regjistrohet ditën e nesërme në 20 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Durrësit. Në Durrës, ditën e sotme kemi diell, temperaturat do të shkojnë nga 13 gradë në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius më e larta që do të shënojë termometri, ndërkohë që ditën e nesërme, duhet thënë, kemi diell po prap, por do të kemi edhe reshje shiu. Kështu që rikujtes që ta merrni prap çadrën, sepse ju duhet për ditën e nesërme. Temperaturat do të shkojnë nga 14 gradë në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet në këtë qytet bregdetar të Shqipërisë. Për të vijuar tani me Elbasanin dhe për të parë nëse do t'jenë qytetarët favorizuar në këtë qytet apo jo për të kryer veprimtaritë e tyre të përditshme, pa u shqetësuar për kushtet e motit. Sot mund ta themi pa frikë që po e vërejmë të paraqitur grafikisht në LED Wall që dita sot do t'jetë me diell, me temperatura që nisin nga 10 gradë minimalja dhe arrin maksimumin e tyre për gjatë orareve të mesditës 22 gradë Celsius, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për ditën e nesërme. Për përfundimin e ditëve aktive të javës, për pjesën më të madhe tonë të paktën, sepse nesër do të kemi në Elbasan reshje shiu që vinë edhe me kthjellime për gjatë ditës, po ne dim që janë gjithmonë paksa shqetësuese për një pjesë të mirë të qytetarëve. Temperaturat do të shkojnë nga 11 gradë minimalja në 20 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Shkojmë më tej në qytetin e Fierit. Në Fier sot dita është plot diell, kështu që shijojeni sepse ditën e nesërme do të shfaqen disa vranësira për gjatë të gjitha orareve. Por temperaturat së kaq vazhdojnë të mbeten konstante. Temperaturat sot do të shkojnë nga 10 gradë Celsius minimalja në 22 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të ditës në 21 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të shënohet për gjatë orareve të mesditës. Vërejmë një diferencë nga sot nesër në temperaturën minimale. Pra mëngjeset nisin pak më të ngrohta në raport me ditën e sotme, një përmirësim i temperaturës me 3 gradë Celsius, edhe pse do të kemi re dhe vranësira për gjatë orareve të ndryshme. Zhvendosemi tani në qytetin e Beratit. Aty ku dita sot është plot diell, dita perfekte për të vizituar të gjitha atraksionet turistike që gjenden në këtë qytet kulture të rëndësishëm për Shqipërinë. Temperaturat do të shkojnë nga 10 gradë Celsius në orët e para të ditës në 22 gradë për gjatë orareve të mesditës. Sa kaq ditën e nesërme do të shfaqen reshje shiu, ashtu sikurse ndodh edhe në një pjesë të mirë të qyteteve që ne i kemi përmendur deri më tani. Megjithatë, reshjet nuk do të jenë intensive, dielli do të vijojë edhe për gjatë ditës së premte, temperaturat do të shkojnë nga 13 gradë në orët e para të ditës dhe do të regjistrojnë maksimumin e tyre në 21 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë më tej nga Berati në qytetin e Korçës, aty ku situata e motit duket e favorshme në fakt për këtë kohë në të cilën gjendemi. Mos harrojmë, është nëntor, është muaji i fundit i vjeshtës, megjithatë ajo çfarë mund të themi për situatën e motit në qytetin e Korçës është se do të ketë kthjellime dhe vranësira për gjatë të dy ditëve, pra për gjatë ditës së sotme, por edhe nesër në të premten e kësaj jave. Sa i përket temperaturave, ato mbeten të qëndrueshme nga sot nesër, duke përmendur kështu konkretisht temperaturën minimale ditën e sotme 5 gradë Celsius dhe atë maksimale 15 gradë Celsius, ndërkohë që nesër mëngjesi shënon një rritje në temperaturën minimale, duke shkuar kështu në 7 gradë Celsius dhe ajo maksimale vijon të mbetet e njëjtë për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë në qytetin e Radhës.
Jemi në qytetin e bukur bregdetar të Vlorës. Sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira të alternuara mes të dy javëve. Ditën e nesërme do të jenë më prezente dhe më intensive, megjithatë temperaturat nesër në raport me ditën e sotme, pak nëse i referohemi asaj minimale, do të jenë paksa më të larta. Thënë kjo, temperaturat ditën e sotme do të shkojnë nga 11 gradë në orët e para të ditës, në 21 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër nga 14 gradë minimalja në 21 gradë Celsius maksimalja. Shkojmë në qytetin e Radhës. Jemi në Gjirokastër. Sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira, re do ta shoqërojnë diellin si bashkëshoqërues besnik përgjatë këtyre ditëve të vjeshtës, dhe temperaturat shkojnë ditën e sotme nga 8 gradë në 21 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër nga 11 gradë që do të nisin orët e para të ditës, në 19 gradë temperatura më e lartë që do të shënojë termometri përgjatë orareve të mesditës. Shkojmë në qytetin e Sarandës. Në Sarandë, sot dita është plot diell, dita perfekte për të bërë, le të themi, ecejake edhe shëtitje përgjatë bregdetit. Temperaturat do të shkojnë nga 11 gradë në orët e para të ditës, në 20 gradë përgjatë orareve të mesditës. Me siguri, ndonjëri për jush po mendon, Viol, nuk e ke keq, po jemi edhe në punë, kemi edhe angazhime, po i them këtë për ata që do e mbarojnë punën shpejt, ose që do kemë pak kohë të lirë, që ta shijojmë pak diellin se në mbeten edhe pak ditë, pastaj do fillin shira, do të futemi në dimër, situata e motit do bëhet pak më e vështirë. Madje që nesër në Sarandë nuk do ta keni më këtë mundësi, sepse do të fillojnë rreshjet e shiut. Rreshje e shiut, të cilat vinë edhe me kthjellime përgjatë ditës. Temperaturat do të shkojnë nga 14 gradë minimalja në 19 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet në këtë qytet bregdetar të Shqipërisë. Shkojmë në qytetin e Radhës, do të jemi në Tropoj tashmë, aty ku ditën e sotme kemi diell, por edhe disa vranësira përgjatë ditës. Temperaturat do të nisin nga 7 gradë, ose më saktë kanë nisur nga 7 gradë, ata miq të mëngjesit që janë zgjuar edhe kanë nisur ditën tashmë, i kanë ndjerë këto temperatura, dhe më e larta që do të regjistrohet do të shkojë në 15 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Ditën e nesërme do të ketë rreshje shiu, por jo intensive, të cilat do të bëjnë edhe ndërprerje her pas here, dhe do të kemi edhe diell. Ky është lajmi i mirë që mund t'japim. Temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë në mëngjes në 13 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri për qytetin e Tropojës. Të ditën e sotme është me diell sa i përket kushteve të motit, po ka edhe disa vranësira të cilat na paralajmërojnë për shiun ditën e nesërme. Një shi jo intensiv, vlen të thuhet, temperaturat sot shkojnë nga 7 gradë minimalja në 16 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës në 14 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri për qytetin e Pukës. Shkojmë tashmë në Kukës. Në Kukës sot ka vranësira dhe kthjellime të alternuara të dyja. Temperaturat do të shkojnë nga 7 gradë në orët e para të ditës në 15 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër çadrat gati sepse do të ketë rreshje shiu. Rreshje shiu që nuk janë intensive, por siç edhe po e vërejmë, do të ketë një rënje të temperaturave, duke shkuar ajo maksimale nga 15 gradë ditën e sotme në 13 gradë Celsius. Një rënje me 2 gradë Celsius, sa kaq ajo minimale vijon të mbetet e njëjtë. Shkojmë mëtej në qytetin e Peshkopis. Aty ku sot kemi kthjellime dhe vranësira, temperaturat shkojnë nga 7 gradë minimalja në 16 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër bëhuni gati për rreshje shiu. Rreshje shiu që nuk do të jenë intensive, vlen të theksohet se do të ketë edhe kthjellime përgjatë ditës. Temperaturat do të shkojnë nga 6 gradë minimalja në 14 gradë Celsius, temperatura më e lartë që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Shkojmë në qytetin e Shkodrës. Aty ku dita sot është plot diell, me temperatura që janë goxha të larta për stinën në cilën jemi, për sezonin në cilën jemi. Temperaturat konkretisht shkojnë nga 9 gradë në 20 gradë Celsius maksimalja, dhe nesër kushtet e motit, le të themi, ka disa vranësira. Kjo mbase është diçka që mund të ndajmë për qytetin e Shkodrës, megjithatë nuk është situatë shqetësuese, se kur i referohemi temperaturave më tej,
nuk do të kemi ndonjë ndryshim kolosal, sepse ato do të shkojnë nga 11 gradë në orët e para të ditës në 18 gradë Celsius në oraret e mesditës më e larta që do të regjistrohet. Dukshëm kemi një rënje temperaturës maksimale, por tek ajo minimale mund ta themi pa frikë se mëngjeset do të nisen pak më të ngrohta nesër. Shkojmë në qytetin e Lezhës tashmë, për të parë që në fakt dita sot është me diell, me temperatura që shkojnë nga 10 gradë në 20 gradë Celsius maksimale dhe nesër do të nisin rreshtet e shiut edhe për këtë qytet të Shqipërisë. Megjithatë, tek temperaturat nuk vërehet ndryshim i madh, duke shkuar kështu nga 12 gradë në orët e para të ditës në 18 gradë Celsius, temperatura maksimale për gjatë orareve të mesditës. Kemi përfunduar me vendin, pra me qytetet e vendit ton, tani është momenti të shkojmë në rajon për të parë së bashku situatën e motit. Jemi në Shkup, aty ku dita sot sjell kthjellime dhe vranësira. Temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë minimale në 16 gradë më e larta që do të regjistrohet. Dhe dita e nesërme do të sjell edhe rreshje shiu edhe kthjellime. Temperaturat do të shkojnë nga 9 gradë minimale në 14 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Për të shkuar tani në Prishtinë e për të parë së bashku nëse qytetarët do të jenë sadopak të favorizuar se i përket situatës së motit për të kryer të gjitha aktivitetet e tyre të përditshme. Jeni favorizuar ditën e sotme, që kemi ende kthjellime dhe vranësira dhe temperatura që nisin nga 6 gradë dhe arrin maksimalja 12 gradë Celsius, ndërkohë që dita e nesërme vjen me rreshje intensive shiu dhe me rënje të temperaturave. Me 5 gradë do të nisin orët e para të ditës dhe 9 gradë është më e larta që do të regjistrohet në kryeqytetin e Kosovës ditën e nesërme sa i përket temperaturave. Shkojmë mëtej në Milano, aty ku sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira, e shohim lehtësisht të paraqitur në grafik në këto momente. Temperaturat sot shkojnë nga 5 gradë minimalja në 16 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 4 gradë në orët e para të ditës në 15 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shohim tashmë Brukselin. Ndryshe nga herë të tjera, na befason e na surprizon sot Brukseli, se jemi mësuar zakonisht të shohim me rreshje intensive shiu, sot dhe nesër ka kthjellime dhe vranësira. Më intensive vranësira ditën e sotme, me temperatura që shkojnë nga 9 gradë minimalja në 15 gradë Celsius më e larta që regjistrohet dhe nesër nga 9 gradë në orët e para të ditës në 16 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë në Paris. Parisi sot sjell kthjellime dhe vranësira. Temperaturat shkojnë nga 11 gradë në orët e para të ditës në 16 gradë për gjatë orareve të mesditës. Dhe më duhet që them që dita e nesërme do të jetë plotësisht gri, me vranësira, moti tipik i një dite të zakonshme vjeshte. Temperaturat shkojnë nga 11 gradë në orët e para të ditës të mëngjesit dhe më e larta që do të regjistrohet është 16 gradë Celsius. Pavarësisht ndryshimit të kushteve të motit, mund të themi pa frikë duke ju referuar të dhënave të paraqitur në grafik që nuk do të ketë ndryshim sa i përket temperaturave. Dhe në përfundim, shkojmë në New York, aty ku sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira. Koha do të hapet akoma edhe më shumë për gjatë ditës së nesërme, ndërkohë që temperaturat sot vijojnë mbeten intensive dhe prezente në pjesën më të madhe të ditës. Temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë minimalja në 19 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet dhe nesër kemi në fakt një rënje të ndjeshme të temperaturave, pavarësisht faktit që dita do të jetë me shumë më pak vranësira. Ato do të shkojnë nga 6 gradë minimalja në 12 gradë Celsius më e larta që mund të regjistrohet në New York ditën e nesërme. Dhe kështu, ne e përmbyllim me motin, besoj që tashmë e dini ç'të bëni për disa qytete të Shqipërisë ose për pjesën më të madhe, mirë është të bëheni gati atë çadrën ta vendosni që sot në çantë në mënyrë që të mos përballeni pastaj me rreshjet e shiut që nuk ta bëjnë ditën të këndshme.